Ka qenë e jashtëzakonshme ajo periudhë. Edhe rock and roll, tamam. Edhe kur u krya ajo pjesë ku më vazhdu, domethënë me Ilert, po në atë periudhë jam njoftu edhe me Nexhat Maculo. Unë bo muzikë mandej me Nexhatin, me Tentin, edhe mandej ku fillu me kretë këta muzikantë atjerë që ka qenë Babuka, Gezat, kohës që i kemi pas, me grupe shumë të ndryshme, mandej ku më qenë në turne me Minatorin, me Shemin, derisa ka ardhur dikun vitin 91, Sinani, Vlasaliu, më patirë për herë parë, hajde me neve, bëjsha unë edhe popullorin, diçka. Bëjsha edhe popullorin? Po më thatë, a më kështë një femër ma shumë me kështë rukë? Jo, të ankon me rock and roll. Edhe me Sinanin po më thirë herën e parë, sa shove pa lidhje, si mu do ke, qka po di unë. Edhe në 93-ën ishim të nejtë, po më thatë sa Florent Sinani prapë, ishim të nejtë me një lokal, ta po vjen bre, tha se bëllë në lodhe me atë rock and roll, hajde me bu muzikë me neve, tha se po shkojmë në Amerikë. 93-ën? Po, kur më tha po shkojmë në Amerikë, mu do... Ti ushi Amerika, ma shumë të muzika? Shumë mi ushi Amerika, sa shanive Sinan, hajde, super, po edhe Sinanin kisha shumë respekt, normalisht, Sinanin kisha shumë me emen, ishte edhe në atë periudhë, edhe po thot tha, po kjo në kupton prej nesër, du me fillu dasma e qka i kanë ato. Ok, edhe më përshkoj i pëthom në gjatit i këtë në shokë vetëmi, përshkoj në dasma, arot këtë ma bet, shkum të nesër me në darsëm edhe bo muzikë, edhe unë rockere, dhe më thonë asë që u kry dasma, u kry i mora paret edhe përshkoj në shpe, u knaqëm na me Sinanin, më bet, po qonan me nxezë dhe pishani grumëll pare, në gjep, edhe për thiri Sinanin, o Sinan, mos me kjedhon paret e bendit, jo më ridi ata jo paret e tuja, ta unë qësa jo më të thirti, ti po do me shku me bërë rock. Këtë ndorsëm? Kemi qenë në Tërnavc. Tërnavc? Bresheva? Bresheva. Qa po thuve? Edhe ata thujnë kanë ma shumë parë? Shumë, do me thonë, edhe nuk më isha me besu që mundet njeri me fitu atë shumë pare. Edhe qa ti vendose mu konvertu me dhona? Konvertova full në këtë fen tjetër, edhe mandej... E shokë të atë bëllizajshë? Jo, po qka ishte knatësia ma madhe ka qenë që mandej e mërë shasintin gjatë kohës që kisha periud, nuk i pëtësha, veç i pëtësha ku jeni sonte, të ishin në nashtu në kurrizës e dikun, veç e mërë shasintin shkojsha. Pa kur gjoj, që as pa pages, as pa kur gjoj, veç me bo muzikë me ta. Po, me në gjatë, me nanin, me këta babukën, veç që të isha ku jeni. Veç shkojsha në mramje, veç për qef, se kisha nevoj me nejt me shoke, me kështu. Po në anën tjetër, tja pjesë mandej është zhvillu shumë, deri sa ja kom njës praktikisht në qatë moment, ja kom njës edhe kom pas mundësi me investu në studio. Po, në studio, që mi janis me krimtari. A do më thonë, kjo të ndimoj pastaj... A jama mundësaj... A ma kësha konceptin, do më thonë se njerës ka njerë nuk dojnë me kuptu sa të rëndësish me janë pare, do më thonë. Jo, a jam dik... Kështë mujtë me vdik, kushtimisht i nderë shumë anej me shijet tuja, po manej kontributi kësej. Po në momentin e parë që kom shku në Amerikë, do më bashkë kom qenë me Sinane, kemi qenë me Besnet, edhe momentin e parë kom kërku me shku me ble një synthesizer me cilin mund është me kriju. Që këtë ndryshimi e AI, se qaj momenti ku synthesizer janë... Nuk eksistojnë të këtaj, do më thonë... Jo, ka pas veç një individ ose rjo, me egzistu heq se heq, po në Kosovë ka qenë Naimi edhe Gjevdet Gashti që kanë pas një instrument të tillë që me mujtë me prodhu muzikë. Edhe unë si bona paret në Amerikë, thashti na po du me shku me ble sintin, aj po shkojmë për e marim. Edhe po tash aj pronari që punajshin atë aj na i rujket hollat. Edhe po shkojmë për që thonë ati, thash, aj tha kur të vynë paret, unë ju ja, po adin që mos mjesi. Thash, apo mi e paret, do në rronë djalleri. Thash, qëfar pare? Thash, po që atu pare që ku më punu, se po du me ble instrument. Tha, e vetin të bukës, këtu vlej, në 93-ta, njerës pa punë, kriz, shenë, ti donë me ble instrument, ishte një dreqë gjysë, $1,000, po. Thash, a je tha, okej, janë paret e tuja, kur gjohë nuk asi, po, a je sigur. A si nani, jo, je sigur, tjena heq, ti mos qedhone asi. Shkuna e morëm atë synthesizer, edhe mas asaj kum bo, kur kum pru atë instrument në Prishtinë. A dishe më gjithë në to, Florent? Po, janë isa me një herë. A janë isa me një herë? Po. Edhe sa kum qenë në Amerikë me telefon, se atyre s'ka pas YouTube, s'ka pas libra, s'ka pas literatur, nuk ka qenë ka që letë si sot, po në telefon. Nëse ChatGPT-in që gjysh mund më si, po vetë të mësu të bo. A mojnë a ka bo me ma budallë, shtashtë, se për para du si më thonë komplet. Absolutisht. Do të thonë tash për e lidhë me një histori tjetër prej Sinti, do të thonë unë prodhoan, atë vite ku më prodhu albumin Viza C të Gilit.
Që ka qenë super albumi suksesshëm, Vizatse, kjo që e kënon ende. Ti ki kompozitu? Jo e kum orkestru komplet albumin. Mandej ka ardhur albumi 8-2 i Sinan Vllasaleu. Sinoni. Edhe ato e kum bo krejt. Mandej kanë ardhur Moj Bjëndin me sytë e zi, që e kum punu edhe atë album. Ina të vull për vitin 93, 4, 5. Po, qartë. Cili u konë hiti i parë, dhe më thonë që... Po thonë prej Vizatse, 8-2, Moj Bjëndin me sytë e zi, kreta ato albume që kanë bo, mandej Beka ka pas si atë 95, hitet e para, kretë që ka jenë bo, i liret prej mora testin, kretë që ka jenë punu në atë kohë jenë punu prej meje. A mërshi pjesë ke marë pjesë, po besoj në festivalin e TVSH-s? Po, atë ja kom nisë mandej ma vonë me o marë, te kom pas krimtarin, full, u pa ta koncentru në këtë pjesë, mandej ja kom nisë me hip-hop. Që shokon me bo muzikë, se për një numër, unë me djallin tem kur foli ka njëherë, ma i vogli, se apet qika diçka mojnë mena, po këj thom hejs, s'ka pas as internet, as kur gjo. Për ato, si me thonë, i shkymet filmi, që shtë s'ka pas, vë thejsha, as rrimë s'ka pas, apo kuptën dhe i Kur gjeq s'ka pas. E ajë nuk mundet me imaginu. Që shokon me bo muzikë pa YouTube, dhe me thonë, pa Spotify, pa... Merë. Unë e kujtoj kër e kumble kompjuterin mandej të parë, dhe më thonë që aty në 94 për me prodhu muzikë, kompjuter profesional të quj, edhe kër e kytësha kompjuterin, i lidhjes këm pas se qysh me e përdorë. Që rejshë shqiptar për atim i gravi unë, dhe nësë ma një herë, e të këqyë. Edhe e këqysha ato, s'kishim ku me marrë informata, dhe mandej e nalësha, edhe prap ju këthejsha kësaj pjese. Edhe... Kur ja ku nisë me mësu me punu me kompjuter, mandej ka qenë një dëshirë e jashtëzakonshme se s'kemi pas shkolla të specializume për me marrë ditëni për teknologji. Në shkolla ti të kryme zi? Edhe mandej kum shku në Londër për teknologji, mandej kum shku në Amerikë, kum kry për teknologji po. Edhe kjo është çka kum bo. Mirë po, ideja është që në fillim, kur ja nisësha me programu, rryma, për shembull ti programojshe, unë harresha me bo save, edhe çka kum programu trional ke rryma, edhe e shkaj ke puna, se kum bo save, edhe unë bërtet qa... Kursën e bën njën senin e njëjtë. Ajo, nana jam e më thejke, djali jam se po bërtet, thejsha po shqip, ani ajtë se bën prap. Qka bëjmë në prap, adin ishte për shau një shkrim 4 robot. Me shkut njëjtë 2 herë, dhe më thonë, kuna unal ki si bëjshë dhe isha, ja, bota. Bota. Kje kishtë asë si momente... Kja aporë konë pak pasion, nësa në hera 2 të konë liqa, sa me e këqapësht. Ose flopi, ose do më thonë, ka qenë momente të ndryshme që kemi kalun këtë vend, mandej kanë ardhë fundi i viteve 90, ku ka fillu hip-hopi, njëtë ku fillu me hip-hop prej grupit 2x2, prej kretën artistave që kanë qenë matri, kemi fillu me ta, mandej ku migru prapë jëmë këthy në Amerikë, mas luftës ku mdej djeri me një moment, ende nuk jëmë shkput prej Amerikës, jo. Ashtë në një qike lotja që merët me muzikë, Florent, që dhe da sukses me mduket. Risa është në Amerikë studion, për momentin edhe është bajegi sukseshme në punën cilin e bëna, edhe kalin në New York, na kemi lidhje tjerë zakonshme me Amerikën, kështu që edhe jom krejt familja jemi shtetas të Amerikës, jemi shumë të lumëtën që kemi atë punë, jo pse e kemi një pasosh, po pse e kemi një respekt tjerë zakonshëm edhe të dyanshëm të quj, do me thonë, e ndi edhe vetën ku shkoj edhe ku më përjetu, Amerikën e kum përjetu në një moment që e kum pas se qëfar respekti kam pas ndaj neve, jo vetëm se na kanë ndihmu në luftë, po dhe kum pa gjatë asaj periude se sa kemi qenë, mos thonë të ledhatun, po me të vërtet respektu në për gjithë shka, sa me fat kemi qenë që na kanë desht, na kanë ndihmu edhe na kanë respektu për çdo sen që kemi përfasu. Uroj që me rujt këtë raport që kemi me ata njëherë, sepse me të vërtet për mu personalisht, për familjen time, është një vend i cili ka bo shumë, edhe ende bën shumë, edhe nuk mundem me paramendu vetën pa atë pjesë. Nuk të njerësin atë vetëdishëm, dhe më thonë, sa me fatje në akon na, në qatë aleons, që i nga gjetë që atje, dhe më thonë. Absolutisht. Dje lexojsha, keni qëto zhvillimet e fundit, lindjet mesme për kurd, dhe më thonë, njën ka pak i obsesionu me fatin e kurdëve, janë 20-30 milion njerëz kanë shtetë, dhe më thonë, edhe janë raportet mira me Amerikën, po me gjitha tës për mund mi bo shtetë, dhe më thonë. E na, diqysh... Kum pas 2 momente në Amerikë, për shemë, kur kum shku, në ka pasëndon në autobus, një qift i vjetër, i cili po pyta, më fani çfarë gjuhë, na ishim unë me grunë dhe kështu, tha çfarë gjuhë jeni të folë,
është qip. Sa prikajt jenit Kosovës. Tha, mu imi u përqaf, po u qumë nga përqaf, edhe atë kaçketin e veta, së s'kom që kam i u dhonë tjetër një dhërat, po kom dëshirë me pas një dhërat prej meje.